Ne shpesh e lexojmë suratul Asr dhe kemi përmend në usulul thalatha si ka thënë Imam Shafi rahimahullah se kjo sure u kishte mjaftuar njerëzve. Pse se thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, përveç se ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira. Kjo është pjesa e parë që ti ta përmirësosh veten tënde. Edhe nuk mundesh të bësh për atyre që kanë besuar pa me pas dije. Do thonë njerë, mëson që të besojsh, ta kesh besimin të ndërtuar mbi dije të saktë. Wa amilu salihat, dhe bëjnë vepra të mira. Kjo është pjesë, thot Sheikh Fauzani hafidhahullah, e përmirëson ti veten tënde. Po Allahu Taala thot wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ata e këshillojnë njërin tjetrin që ta ndjekin të vërtetën dhe këshillojnë njërin tjetrin me sabër. Kjo është domethënë që ti ta përmirësojsh tjetrin. Nëse unë e izoloj veten time prej vëllezërve të mi, si do i përmirësojnë ata? Përmirësimi vjen kur ne takohemi me to, rrim me to dhe këshillojmë njërin tjetrin billati hiya ahsan. Jo me mposhtë dhe me poshtru tjetrin, por së bashku domethënë ta ndjekim rrugën të vërtetë. Sidomos ne domethënë në këto vende që rrim këtu, gjatë gjithë ditës së punës me çfarë njerëz shoqërohemi? Çka dëgjojmë ne prej ato njerëz? Pastaj shumicat prej neve edhe kur kthehet në shtëpi, ndoshta prindrit, ndoshta edhe familjen, gruan e fëmijët i ka, nuk i ka siç duhet. Atëherë më e paktat mundohemi të thonë me shku në xhami, me u taku me i pa ftyrat e selefive. Si ka thënë njëri prej selefit, sikurse mos të ishte namazi natës dhe vllaznilloku në islam, do të isha shkatruar.